pyetja pse opozitës e jo lëvizjes vendosje fushatën, është ndoshta një pyetje që po bëhet më shumë pe LDK-s e PDK-s se sa pe qytetarëve të Kosovës. Secili qytetar që e ka përcjell pak politiken, PSD-n, zhvillimet, e dim sa të zëshëm kemi qenë pe ditës ne që ekziston PSD-ja, është ndarja pe vetëvendosjes se krejt organizimi politik e kemi shpjegu qysh është kurti autoritar, qysh është kurti rrezikshëm, qysh qeveris një pushtet i tillë. Opozita nuk ka dash me ditë për arsye të ndryshme të rahatisë private, personale. Opozit ka njëherë grupeve të caktuara të interesit që e ka kqyr, e ka strategjizu gjithçka. Kështu që PSD-ja besoj që e ka tablu veten si një opozit që e kundërshton një pushtet autoritar. Qa ka ndodhur të 6 vjet, në ndërkohë që nas kemi fol kur për opozitën, kemi hesht, kemi kërku takime, jemi mundu më organizu, ata kanë vazhdu me qasjen e njëjtë, ndaj lëvizjes vetëvendosje dhe kanë forcu pushtetin e kurtit. Kur një opozit rrinë qështu, vazhdojnë me operu në qitë formë, na besojmë që kurtin veç e forcon edhe man gatë në pushtet. Tashti është koha me kallëzu pse PSD-ja është opozit ndryshe, pse duhet me ndru që ajo opozit nëse dojmë për një me e dobësu një pushtet që është kë, e që peshohim qëfar është në gjendje me bo, me kapjet bordeve të institucioneve, këtë qeverisje e tjera, është koha që PSD-ja voten me kërku për vetje, me të regu pse është opozit për një me. Kështu që mundet me t'inglu, njëherë nga kanë thoni një kundër kurtit, tash po thoni një kundër opozitës, PSD-ja është subjekt në vetje. Me aktivist, me njerëz që e kanë politiken për një me. Jo që këshyën qysh me e rrit edhe pak numrin e deputetëve në mënyrë që me hi në koalicion apo në si themin bisedime për pushtet me kurtin. Kjo është paka shumë vija trasha që apo synojnë me të rëgun këtë fushat, ndrimet e qëndrimeve partive opozitare, mungesa e vijave të kuqe, që është problem. Unë besoj që shumica për i tërë kur njëtën e vetë nuk kanë qenë aktivista politik. Ata mujnë me qenë njerës që kanë ambicje politike, njerës që mujnë me pas interesa politike, në kush edhe në afinitet tjetër. Po aktivista politik që interesuan fillimisht për çështje edhe e kanë zell me u marrë me këtë punë, shumë pak për i tërë janë. Pjesa me e madhe për i tërë bëhen deputet veç se kanë qenë dikur deputet. Një farë trashëgimie ku ti nuk i dëgjën të folë kur. Ka individ mrena partive që kur zoni nuk ja u kemi ni, ndonë se janë edhe akademisë shkencave. Unë kësha pas qef, ata me i po duke u përballë me pushtetin mimoz. Kur numrat janë nanën e pushtetit, e krejt që ka të mitë, ty është aktivizmi jëtë. Ti duhesh me konë 3 fish ma i zëshëm, që çështja jote me kalu, ose me u problematizu përballë një pushtetit që ka veç numra, sepse anë as nuk ka dije. Unë hallin e kam që as këndes ka dije. Këta as nuk e njohin kurtin. Nuk po flasë që ka ofër, ashtu e njohim ne mësë miri. Nuk e njohin as politikisht. Për ashtë sa ka qenaj në pushtetësi është e mundur të mos e njohin. Në kuptimin që mbase nuk e njohin sa e njihni ju nga brenda, por për aq vite sa ka qenë qeverisje se cili e nje, din si ka qeverisur, si ka vepruar. Këta, për shembull, janë çudit që shkurti me 51% e qenë vendin zgjedhje. Këta hala çuditën, se këta vetë kur se këshin bo. Këta kur nuk ishin shu pushtetin për një kompromis të vogël. Unë në këshin bo me njëherë kompromisin, kam bo kompromisi edhe matë ndoja veç për pushtet. Këtyne i të merën ideja që është një pushtet me 51% në qenë vendin zgjedhje, veç për me e bloku situatën edhe me e dominu situatën. Kjo ata i frikson. Ata nuk mujmë i najtë përballë një politikani t'il, ku ai i nënshtron edhe i intimidon me këto sjellje. Ju e keni po që i ka bon negociata. Por juve nuk është e përfaqësueshme kjo? Absolutisht jo. Ta qojnë vendin zgjedhje, pavarësisht pushtetit kemi thonë në kryet herës, kurti qeverisë Kosovë vetëm përmes gjendjes së jashtëzakonshme. Gjendjet jashtëzakonshme kemi me pas. Herë nuk na i ka qitë rrogat arsimtarëve, e keni po. U çudit që në opozita thëshin, çush është e mundur një kryeministër mos mi qitë rrogat arsimtarëve. Një muj ditë. S'pas është majtë mësim në Kosovë, si që t'ke rroga. Të më thonë, aj me veprimet e ti i ka intimidu këta. Ta si në gati me bo asë 1% e ti. Po flasë në angazhimin për bindjet e veta. E unë nuk po thëmë që duhet me i pas bindjet si të kurtit. Me sa po kupte ju po kërkoni një opozit brenda kuvendit të llojit të kurtit, si që ka bërë aj më herët. Jo, nuk ka të bëj me imitim këtu. Ka të bëj me bindjet të llojit në bindjet këtu. Më radikal, më të zëshëm. Oj mimoz, këta nuk janë opozit heq.
Këta shkojnë në kuvend, nënshkruan edhe dalin. Kjo është, ma shumë punojnë punëtor të kuvendit, ata që janë me pagat përhershme, se sa këta deputet që zgjidhen njëherë në 4 vjetë. Asnjë punë nuk e kanë kry. Me pas kretë mekanizmat e kuvendit, unë besoj që 6 deputet PSD-s e këshin rrotullu situatën qëtë. Pra, më tepër, mizotran kjo që nuk duan, jo që nuk din, se ju pyta a nuk duan, a nuk din. Absolutisht edhe s'din. E ata që din nuk dojnë, sepse i kanë komfort zonën e kanë shumë të madhe. Shumica prej tyre përveç politikan janë edhe biznesmen. I kanë punë të rahat në shpe. Prandaj, nuk dojnë me prish atë rahati. Pse me rezikua të rahatin e vetë? Pse me shku prej kuvendit në kafenin e ti të preferume e me shku në burg? Nuk e bojnë ata këtë zgjedhje. Edhe nuk kam unë thirrje këtu për me bo kauzat të paqena. Mi po 3 herë është rritë çmimi i rrymës Kosovë. Na e kena bloku zërejnë. Kena thirrë protestë gjithë popullore. Kena bo akcione të vazhdueshme. A çka ka bo kjo opozit? Maksimumi konferencë për shtë. Byroja për konfiskimin e pasërisë, ti tha e kanë qunë kushtetuse, është të vërtet, herën e parë kanë qunë kushtetuse. Kushtetusja e ka kthy, prapë pushteti nuk e ka ndru plotësisht ligjin, edhe a di që ka thonë PDK-ja, duhet me qunë kushtetuse për na seqojmë. A di që ka thonë LDK-ja, na kena me votu këtë ligj, vish me kallxu që s'jana na hajna. Para me ndo çfarë opozite kemi që i përgjigjet kurtit. Ai hajna kom ju thonë si e votun, si nuk e votun. Këta presin që me zbut autoritarin. Qëri që ju ka bo kretë procesin e zgjedhjet presidentit, mimoz. Kretë kjo opozit ka prit që nëse i qesin këta do kushte, i sholla aje nuk na plotëson. Dhe ditën e fundit kretë kushtet ja u plotësoj, edhe jo konstruktiv. Destruktiv, doli opozita sepse u futën në valle dhe nuk ditën me vallëzu. Kur t'i jep shtesa për fëmijë, i thot ka 20 euro, del opozita thot na ka 40 euro. Del kur t'i e thot një lehona 300 euro, këta thojnë 600 euro. Pensionet 300 euro, këta thojnë 600 euro. Ajo ki pa programet të në partive. Mere programin e vetë vendosës shumëzoja për 2, për 3, për 4. Pse pja u kopjojnë programin? Pse pja kopjojnë LDK-ja logjikën me qitë kandidat për kryeministër dhe president? Këtë logjike ka pas Kurti. Apo jo? Pse pja kopjojnë taktikat e këtij në pushtet, e s'pja kopjojnë zellin e aktivistëve të vendosjes. Ata e kanë gabim këtë natën, po zell kanë, mimoz. E këta po pritojnë me punu, e po menojnë që të ja marrë shminkat e vetëvendosjes, këta kanë me marrë pushtetin e vetëvendosjes. Kjo nuk ndodhë kërkon. Sa herë përmendet Molotovi e përmendën vezd e ato metodat radikale, natyrisht që... Vish vezd dhe Molotovin mëse shtimin një kategori si metoda radikale. Me gjithat edhe të shkosh me qadër të shkosh gjatë tërkohës në parlament nuk është praktik. Po së është brenaj problemi. Nuk është form proteste. Mirë, më ekstrem, ja ka qenë Gazi Lociac. Halo, 6 vjetës kemi gjujt vezë, edhe e kemi bo opozitarizëm, e kemi nalë për stikera që ka qenë të registrimi kjerëv mushtu 5 euro nëse cilën registrim për qytetartë, e kemi ndalë duke në gjitë do stikera në për kjerë para qeverisë. Kështu që, po du me thonë, bolë radikal u konë qaj aksion, pushteti ka reagu në mënyrë t'jash zakonshme me arrestime, me dhumë policore, këtë pa nevojshme në përdhoma, edhe ndala e punë. Kanë shku e kanë arrestu para të shtaqit Dardanin me njësi speciale ka higje les Veçla e ka këshyrë online, pa gjujt Molotov, pa gjujt vez, mimoz. Po kemi qenë zëshëm, i ka pengu pushtetit kjo gjë, pse s'ka qenë që kjo opozite zëshme, sepse individualisht, nëse i ta kanë dikun në rrugë, a para kafes, ta bojnë bravo si kur ju duhet, qështo. E pse ju se vëlla përna shojnë, ose për ju pëngon aty në atjen hakqe, ose e gjeni arsytim dyqysh mund zirë, qoftë LDK-ja, qoftë PDK-ja, pse këta s'po mundën me bo qitë aktivizëm. Me gjithat edhe ka ndërtu, le të themi të til imazh për vetën që janë parti institucionaliste, që nuk gjuaj në drejtim të institucioneve, që nuk dëmtojnë pronën e shtetit. Pra dhe kjo është justifikimi që thonë këto parti, kur pyetëm pse nuk bëni metoda radikale të protestës. Se këta na kalzojnë që ka zbojnë, a na kalzojnë që ka kanë bo, ose që ka bojnë. A kanë bo nëjë sanë këto 4 vjetë? A ka bo diçka Lumir Abdigjiku këto 4 vite në opozitë? Se cili të regon paka shumë në përmjet pushtetit në nivel lokal se qëfar po bënë, edhe ajo është një pasqyre se cilit, por për me nivelin që kontat mirë na im ledhin bërlogin që të më Prishtinë,
edhe japin një shembull, wow, sa mirë po qeverisin. Këta janë të mirë veç me kap në ndërmarrje, këta janë të mirë veç me majt ligjerata, janë të mirë edhe mu vesh bukur, me bo naj spot interesant me ato kompanitë të në shtrajta, këta asnjë fjalim bre opozitar nuk e kanë mimos. E keni po, del nej kandidat i ri, aty këtu që jo majzëshëm, i merë mas shumë t'i vota, se këta janë të vdekur politikisht në kuvend. As nuk shkojnë në kuvend shumica për i tëre. Nuk ka mundësi mi pos 70%, 50% të rezultatit qeveria, ti si opozit me najtë e strukën tuti nuk e ki asnjë deputet. Për çka e merr atë rrugë, zotni? Për shkomër e trokit ju ndërë kretë institucioneve. Ku do që i ka shkele dush mi trokit ndërë. Me u rritë qmimi 3 herë, ti me i ra fyllit edhe me thonë, po na rritët qmimi. Me përmenat ATM-tin, në fund me dalë që deputet të opozitës jenë të leth me ATM-tina, këta mësë me përmen. Kështu nuk të beson kërkush. Kur e shojnë në fund që ti e paske bo këtë punë për veti, ti si as opozit. Këta presin që Kurti e rëzëm vetë vetën, nëse e keni pa. Shumica për i tyre thonë, armiku i Kurtit është Kurti. Këta janë dorëzu nga lufta me Kurtin. Andaj pyta, a janë dorëzuar, a janë dorëzuar? Absolutisht, sepse këta nuk kanë vullnet. Nuk i bjen vullneti këtyne prej të pasionit për politikën. As Bedris, as Lumirit, as Vjosës. A di kuj pi vjen vullneti Vjosës më angazhu politikisht? Prej postit presidencës. Është e tërpshme me i kalu 5 vjetë me një njëri të rrezikshëm, kur zbënaj president, me dalë me thonë kjo është i rrezikshëm, tash përdu me bo president me këtë partin që e kum shkatru. Unë nuk di ku kam pa këta kështu, qysh lidhet besimi me qytetarin kështu, kur krejt një Kosovë shet që e ki vishë për interesin tënë purë personal me u bo presidente. Ta mërmenja ajo punë është me trashëgimi, edhe vishë Vjosa Osmanit i ta kanë. Ka qytetarë të paknaqën edhe me Kurtin. Absolutisht ka qytetarë shumë të paknaqën me Kurtin, cilët nuk guxojnë me ndru votën dhe me u kthy te kjo opozit. Se nuk guxojnë? Që s'kan reflektu. Asnjë reflektim nuk e kanë bo. Këta akuzojnë Kurtin për krejt senët që i kanë bo vetë, e shpesh edhe gëzohen që po i bënë në Kurti për me thonë që jemi njësaj. Qysh i besojnë ata një opozite që thotë s'kam i kap bordët kur e njëjta opozit i ka kap ma herët. Apo jo? Dilshin e akuzojshin Kurtin që i ka 16 euro në llogari. Qështu përdojnë me i bindë qytetarin që ti që i ki miliona, s'ki faj e kjo që i ka 16 ka faja, a i mund me i post 100.000 faje tjera, o mos u kap në temat që ti s'ki reflektu as njëherë. E unë besoj që ka shumë qytetarë paknaqën me Kurtin, që i druhen arogancës këti pushteti, vetë knatësisë se këti pushteti, po s'kan kuj mja qitë votën. E ata i ftoj, edhe nga kjo studio, me e votu PS-dën. Ata na njojnë neve. Nuk është se ju keni target vetëm një grup, vota do grupi parë, nëse i kisha përfundu. Mbështetësit e Kurtit? Po, kjo është grupi parë, aty ka shumë votues, dhe unë besoj që ata duhet me dhënë një shansë PSD-s që me kallëzu që shmbahet përgjegjës ky pushtet, i cili me thonë drejtën në shumë rasa dhe është lazëru. Nuk kanë votu ata për këtë lazërimllak të pushteti e për këtë rrezik që e bjen ky pushtet që deputeti ka si robota. Të paknaqur më të shumt ka besoj në opozit, të cilët veç Kosovë ndodh, nashta veç Kosovë. Në Kosovë kemi patu ndodh kur elektorati, votuesi është më radikal se udhëheqësi i partisë. E pam sot presionin, edhe çfarë e kry. E pam sot presionin, u qun antarësia, u qun kryetar të degëve, asambleista, antar të kryesisë, për me qu Fatmir Limajn në PDK. Ty ditë presion, qytetarë, që vike prej poshtë, prej antarësisë, merë në njerin se bashkë një qenë, që kanë ndodhi në fund, i thanë jo, po një manë aty pa koalicion. Një farë pështrimi që ja bon një ish kolegut tëne, për deri sa kretë gojën e kanë të bashkohemi rreth një projekti. Po më intereson edhe pak të raporti juaj me votuesin, pastaj do flasim edhe për Vjosa Osmanin veçanti, Fatmir Limajn, se kemi parë video drejtuar edhe në adresat të tyre. Video tona i kam po krejt, po mdo këtë mimos. I kam po krejt video tona, është që e mirë. Janë gjithandej, po shihet një aktivizim kështu, intenziv i juaje. Por më herët thatë që ata nuk e njohin Kurtin, ne e njohim Kurtin, është e qartë. Por a e njehni ju mirë edhe strukturën e votuesit të Kurtit dhe duke ditur çfarë strukturë votuesi shka, pra janë idhtar, janë besimtar të ti si thuash, dhe në këtë formë, duke njohur strukturën e votuesve të ti, keni zgjedhur të shkoni ka kohu tjetër, që targetoni kryesisht votuesit e tjerë, sepse e dini që këta qorazi besojnë tek politika e Kurtit dhe nuk ka kush që i kthen, andaj po gjatoni dika tjetër, apo do ju qaseni gjithve pa dallim. Na thoni. Po, mimos dhe para, na nuk besojnë që votues të Kurtit janë qorazi, edhe votues që kanë besim si kur në Zot.
Besoj që ja kanë delegu besimin, është të vërtet Kurtit në udhëheqjen e vendit, mirë po për tyne, ka jashtëzakonisht shumë që tashmë janë të zhgënjym, mirë po qyshe thanolja dhe sharoj nuk kanë mujt me shku dikun tjetër sepse nuk kanë pa një Alternativ, thoni. jo veç alternativ, po nuk kanë pa dhe ndryshim të vërtet tek opozita, se nëse ti këqyr edhe thu, unë s'po pajtona që shpo udheq Kurti, po eshe që shpo udheq Lumira Abdigjiku për subjektin e vetë, të mos pas fare respekt për historinë e njerëzve brenda partisë, të mos lon ofër bashkëpunëtor të ngushtë politik shumë gjatë, të këqyrë veçush me pështu pozitën e vetë për i kryetari, atër me njëherë votusi i rritot nuk kthehet që aty. Në anën tjetër kthehesh ka PDK-ja e she koalicion me LDK në Prishtinë, një kompani ka pas me menagju pastrimin, e ka bo lëmsh, nuk e ka regullu një çështje thjesht që është bërlogu në Prishtinë. Pra po du me thonë, njerëz ja ka një besimin shumë gjatë LDK se PDK se tash kanë shku dikun tjetër, nuk mundën bashkë shashlet mu bindë mu shkput për i qasaj. Në anën tjetër që kjo opozit nuk është ja ka bo fort let votusit me dojnë pe Albinit me shku këto tjetër, se qka përshe votusit, edhe këto e thanoli pak ma herët, është një pushtet si Kurti që është këmbgulls për PSD-n, autoritari, rrezikshëm, mirë po në anën tjetër peshe një opozit të lodhë, një opozit që veç mindzis po pret me hymë pushtet me Kurtin, edhe që nuk e ka për një me, edhe këqyrë këtë që ka bën është mju dëshmu Kurtit. Këto e kemi panë se cilin veprim politik të opozitës, derisa ka ardhur puna, me thonë Lumira Abdigjiku po e votoj ligjin për byron shtetërore dhe nisja prej meje, njëtë ka thonë OK-ja. E thash